vlerëson më sa do të donim ne për gjithçka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithçka që mbetet për t'u bërë. Një popull që bezdiset kur i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për t'u ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë pa pritur kohën që duhet për t'u ngjitur. Me ne ose pa ne. Dhe ka të drejtë. Ka të drejtë. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte, që na e tregoi bulevardi i Flamingove, do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje, sa më i madh dhe i fortë jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezikje. Nëse nuk e kupton se kjo e drejt është më e madhe dhe më e fortë se sa ti, qofsh dhe vetë Partia Socialiste, apo u quajtsh edhe Edi Rama po deshe. 3 mandate me radhë, ne folëm me gjuhën e fakteve, sa rrugë, sa shkolla, sa spitale, sa investime, sa turistë, sa rritje ekonomike, faktet janë dhe do të mbeten aty, kokëforësisht dëshmitare për ne që e transformuam këtë vend deri këtu, nga një realitet që bënte lajm vetëm për keq, me një shtet në gjunjë që s'kishte as drita, se gjysma paguante edhe për gjysmën tjetër, dhe me një emër të përbuzur, të shpërfillur ndërkombëtarisht, në një destinacion të dëshiruar, me një flamur ndërkombëtarisht të respektuar. Por kjo është histori. Ne jemi aktualitet. Kjo është histori. Në pasqyrën e bulevardit Flamingove, unë pash një të vërtet tronditse, që asnjë statistik nuk e tregon, po që asnjë provë nuk e rrëzon. Ne, lartë, kishim faktet. Njerëzit poshtë kishin përjetimin. Fakti ynë ishte se investimi i Zvërnecit është tokë private. Përjetimi i tyre ishte se toka e shtetit po i shitet huajve. Fakti ynë ishte se projekti është ende sot që flasim në duart e një skuadre arkitektësh, inxhinierësh, mjedisor, gjeolog dhe hidrolog ndër më të mirët në botë. Përjetimi i tyre ishte se ndërtimi kishte nisur dhe projekti duhej anulluar. Faktet tona thoshin se ne kishim me vete të vërtetën, por përjetimi i tyre ishte se e vërteta ishte e gjitha në anën e tyre. Pa diskutim. Në atë protest pati ndërhyrje të huaj, brutale madje. Manipulime të panumërta. Lajmet rreme, videot deformuara dhe plot aktor të vënë me qëllime nga më të ndryshmet në funksion të shumë fishimit zemërimit. Edhe këto janë fakte. Dhe ishim pjesë e rëndësishme e protestës. Ekspozimi dhe analiza e tyre janë domosdoshme për ta kuptuar atë protestë në çdo dimension. Po asnjë prej këtyre dhe as gjitha bashk nuk ishin zemra e atij manifestimi spektakolar që e ktheu bulevardin në hendek. Në hendekun më të dukshëm të mundshëm mes fakteve tona dhe përjetimit të njerëzve. Përgjigja për themelin e atij hendeku nuk duhet kërkuar tek ato pjesët e bashkëngjitura të protestës, po duhet gjetur tek pritshmëritë e rritura të njerëzve dhe konflikti i tyre me përvojën e përditshme. Duam ne, s'duam ne, njerëzit presin çdo ditë dhe më shumë, dhe bëhen gjithnjë dhe më pak tolerant. Sidomos pastaj ndaj përvojave të tyre të hidhura me administratën, që si mira e mira pika
të mbledhura lart e poshtë, e derdhën kupën e durimit tyre në bulevard. Ai hendek nuk u hap për të qëndruar ashtu, po për të mbyllur. Dhe mbyllja e tij nuk bëhet dot as duke bërë sikur ai u mbyll vet, me që bulevardi u zbraz nga flamingot dhe aty mbetën vetëm puplat e ditëzinjve dhe vezët e punëzinjve, as duke u kapur thjesht më fort pas fakteve dhe duke menduar ne se përjetimi i popullit do të ndryshojë, kur ne t'ja përsërisim faktet tona dhe 100 herë tjera, as duke bërë thjesht sa lëvizje njerëzish, dhe duke bindur veten se populli do të bindet kur të shohë veprën aty ku sot ai shikon atë dheun e nxjerrë në shitje.